Heshtja në epokën digjitale, rebelimi i padukshëm. Përshëndetje miq. Sot dua të flasim për diçka që në botën tonë të zhurmshme duket pothuajse e çuditshme, por që është aq e fuqishme sa mund të ndryshojë mënyrën se si e jetojmë jetën tonë. Imagjinoni një botë ku çdo sekondë e ditës suaj është e regjistruar, e postuar, e pëlqyer ose e kritikuar. Ku çdo vakt, çdo ecje në park, çdo mendim i rastësishëm bëhet pjesë e një shfaqjeje publike. Kjo është epoka jonë digjitale, një epokë ku heshtja nuk është vetëm mungesë zhurme, por një formë e vërtet rezistence. Po, heshtja. Jo ajo heshtja e turpëruar apo e izoluar, por heshtja e zgjedhur me vetdije, ajo që thotë, unë nuk kam nevojë të tregoj gjithçka për të qenë i rëndësishëm. Në një kohë kur rrjetet sociale na bombardonin me njoftime, ku Instagrami dhe TikToku na bëjnë të ndjehemi sikur jemi në një garë e pafund për vëmendjen, heshtja bëhet si një frymëmarrje e thellë në mes të një stuhie. Është rebelimi i heshtur kundër një shoqërie që ka bërë nga dukshmëria ligjin e parë të vlerës. Le të zhytemi thellë në këtë temë. Do të eksplorojmë pse shoqëria jonë është aq e fiksuar pas shfaqjes, si ndikon kjo fiksim në shpirtin tonë, dhe pse ata që zgjedhin të mos postojnë, të mos jenë të dukshëm, janë në të vërtetë më të lirë se të tjerët. Kjo nuk është një kritik e thjeshtë ndaj teknologjisë, është një ftesë për të kuptuar se si heshtja mund të na kthejë tek vetja jonë e vërtetë. Le të fillojmë. Pika 1. Presioni për të shfaqur çdo aspekt të jetës. Shpjegimi i fiksimit shoqëror. Le të fillojmë me bazën. Pse ndjehemi të detyruar të shfaqim çdo gjë? Në epokën digjitale, jeta jonë është shndërruar në një album i vazhdueshëm fotosh dhe video. Çdo mëngjes, ne zgjohemi jo vetëm për të pirë kafe, por për të postuar një selfie me filtrimin e duhur. Çdo fundjavë, nuk mjafton të kalojmë kohë me miqt, duhet t'i ndajmë ato momente në stories, duke shtuar emoji zemrash dhe captione motivuese. Kjo nuk është rastësore. Shoqëria jonë ka krijuar një kulturë ku dukshmëria barazohet me vlerën. Nëse nuk të sheh askush, a ekziston vërtet? Kjo është pyetja e heshtur që na mundon të gjithëve. Ky fiksim pas vëmendjes nuk është i ri, por teknologjia e ka amplifikuar. Mendoni për historinë, në shekujt e kaluar, njerëzit jetojnë në komunitete të vogla ku reputacioni ndërtohej nëpërmjet bisedave ballë për ballë, punës së përditshme ose veprave të mëdha. Sot, algoritmet e rrjeteve sociale vendosin se kush je ti, bazuar në numrin e pëlqimeve. Një studim i fundit nga Pew Research Center tregon se mbi 70% e të rinjve ndihen të presionuar për të postuar rregullisht, sepse mospostimi perceptohet si mosaktivitet ose mungesë suksesi. Ne kemi bërë nga jeta jonë një shfaqje, ku çdo akt duhet të jetë i denjë për sken. Dhe kjo shfaqje, fatkeqësisht, ushqen anktin tonë të brendshëm, vetdia e vazhdueshme se jemi të vëzhguar krijon një pasiguri të pashmangshme. Çdo postim bëhet një pyetje e heshtur, a jam mjaftueshëm i mirë? A do të marr mira pëlqime? Kjo na bën të harrojmë se jeta nuk është një konkurs. Është një udhëtim personal, plot me momente të papërsosura që nuk kanë nevojë për dëshmi publike. Në vend të kësaj, ne dokumentojmë gjithçka, nga vakti i drekës te mendimet e mesnatës, duke e shndërruar ekzistencën tonë në një seri fragmenteve të copëzuara. Rezultati? Një jetë e mbushur me zhurmë, por e zbrazët nga thellësia. Ne jemi bërë aktor në filmin e vetvetes, duke harruar se publiku nuk është ai që na definon. Pika 2. Njerëzit që zgjedhin heshtjen. Karakteristikat dhe motivimet e tyre. Por, mes kësaj zhurme, ka njerëz që zgjedhin diçka krejtësisht të ndryshme. Ata nuk postojnë foto nga pushimet, nuk ndajnë arritjet e tyre profesionale, nuk bëjnë stories për çdo festë. Ata jetojnë në heshtje digjitale, një heshtje që nuk është mungesë, por prani e plot në momentin e tanishëm. Këta individ nuk janë introvert të izoluar apo antiteknologji, ata janë thjesht njerëz që kanë kuptuar se vlera e tyre nuk matet në likeja, dhe ja çfarë i bën ata kaq të veçantë, ata shfaqin nivele më të larta të vetkontrollit, introspeksionit dhe pavarësisë emocionale. Vetkontrolli këtu do të thotë aftësia për të rezistuar impulsit të menjëhershëm për të ndarë gjithçka. Në një botë ku butoni post është vetëm një prekje larg, të mos e shtypësh atë kërkon disiplinë të vërtetë. Është si të thuash jo një ëmbëlsirë kur je i uritur, e vështirë, por e dobishme për shëndetin shpirtëror. Introspeksioni vjen natyrshëm, pa presionin për të performuar për të tjerët, ata kanë kohë të mendojnë thellë mbi ndjenjat e tyre, mbi gabimet dhe sukseset. Nuk ka nevojë të justifikojnë çdo veprim, thjesht e jetojnë atë. Dhe pavarësia emocionale? Ky është thesari i tyre i madh. Ata nuk presin miratim nga një algoritëm apo një komentator i panjohur. Emocionet e tyre nuk varen nga numri i ndjekësve, por nga ekuilibri i brendshëm. Këta njerëz e jetojnë jetën për veten e tyre. Ata vendosin se çfarë duhet të mbetet e padukshme, ato momente intime si një lot i vetmuar, një bisedë e thellë me një mik të vjetër, ose thjesht një ecje e qetë në shi pa telefon në dorë. Duke bërë kështu, ata rikuperojnë autonominë e tyre të vërtetë. Jeta bëhet e tyre, jo e huaj.
është si të kthehesh në shtëpinë pas një udhëtimi të gjatë, e ngrohtë, e njohur, pa nevojë për shpjegime. Kjo zgjedhje heshtjeje është një akt rebelimi i pastër. Në një kulturë që na thot trego ose zhduk, ata thonë unë jam këtu, edhe pse nuk më sheh askush. Është një mbrojtje e thellësisë së eksperiencave të tyre nga gjykimi i botës, nga ato komente të shpejta që shpesh lëndojnë më shumë se sa ndihmojnë. Pika 3. Çlirimi dhe përfitimet e heshtjes. Ndikimi në mirëqenien emocionale. Tani, le të flasim për magjinë e vërtetë, çlirimi që vjen nga heshtja. Në një botë të mbushur me varësinë digjitale, ku çdo njoftim tingëllon si një thirrje për vëmendje, heshtja është një pushim i ndërgjegjshëm. Është si të fikësh dritat në një dhomë të mbushur me zhurmë dhe të lejosh heshtjen të mbush hapësirën. Kjo nuk është ikje, është frikthim. Duke u shkëputur nga nevoja për të dokumentuar çdo gjë, ne fillojmë të jetojmë vërtet drejt për drejt, pa filtra, pa redaktim. Jeta bëhet e plotë, sepse nuk është më e copëzuar në fragmente për konsum publik. Ky çlirim fillon me lirim nga nevoja për miratim. Mendoni, sa herë keni ndryshuar një postim sepse nuk morët mjaftueshëm pëlqime? Sa herë keni ndier zhgënjim nga mungesa e komenteve? Heshtja e heq këtë barë. Nuk ka më pritje për vërtetime nga jashtë, në vend të kësaj, ne fillojmë të gjejmë qetësi të brendshme. Është një qetësi që vjen nga ristrukturimi i ndjenjes së vetvetes, jo më bazuar në reagime të jashtme, por në vlera të brendshme si integriteti, mirësjellja dhe gëzimi i thjeshtë. Psikologët flasin për këtë. Kur ne ndalojmë të performojmë, ne fillojmë të ndërtojmë marrëdhënie të vërteta, të dëgjojmë veten dhe të tjerët pa shpërqendrime. Imagjinoni të ecni në një pyll pa telefon, vetëm ju dhe tingujt e natyrës. Ose të lexoni një libër pa ndërprerje nga njoftime. Këto janë momentet ku autenticiteti lulëzon. Heshtja bëhet një shenjtërore personale, ku mund të eksplorojmë kush jemi vërtet pa frikën e gjykimit. Dhe kjo nuk është e lehtë në fillim, ka një vakum, një frikë se mos humbim lidhjet. Por gradualisht zbulon se lidhjet e vërteta nuk lindin nga postimet, por nga prania e plotë. Ti bëhesh më i pranishëm për familjen, miqt, veten. Jeta fillon të ndihet më e plotë, më e thellë, sepse nuk është më një shfaqje, është një aventurë private. Pika 4. Heshtja si kthim tek bota reale. Nuancat dhe kufizimet. Së fundi, le të sqarojmë një keqkuptim të zakonshëm. Zgjedhja e heshtjes nuk do të thotë refuzim i teknologjisë. Nuk jemi duke folur për të hedhur telefonat në det apo për të jetuar si amishët. Është më tepër një mësim për të mbrojtur shenjtërinë e eksperiencës sonë. Teknologjia mund të jetë një mjet i mrekullueshëm për të mësuar, për të lidhur njerëz të largët, për të krijuar. Por kur bëhet peng për intimitetin ton, atëherë heshtja hyn në lojë. Ata që nuk postojnë nuk po ikin nga bota, ata po kthehen tek ajo. Po kthehen tek bisedat e gjata në darkë, tek ecjet pa destinacion, tek leximi i një libri deri në mesnatë pa ndërprerje. Ata e kuptojnë diçka thelbësore. Jeta reale nuk ka nevojë për vërtetime digjitale. Një buzëqeshje e vërtet nuk matet në emoji, një dashuri e thellë nuk postet në fedh. Intimitetet më të thella, si dhimbja e një humbjeje, gëzimi i një arritjeje private ose misteret e zemrës, nuk mund të shfaqen në një faqe profili pa humbur esencën e tyre. Në një kulturë të fiksuar pas shfaqjes, ku çdo gjë duhet të jetë e konsumueshme, heshtja nuk është zbrazëti. Është e vërteta. Është një kujtesë se ne kemi lindur për të qenë njerëz, jo për mbajtje. Ne nuk jemi postime që zbehen pas 24 orësh. Ne jemi histori të gjalla, plot me shtresa të padukshme. Përfundim, reflektim dhe thirrje për veprim. Duke mbyllur, dua të reflektojmë. Në këtë botë të zhurmshme, heshtja nuk është fundi, por fillimi i diçkaje më të madhe. Është ajo që na bën të ndjehemi mjaftueshëm edhe kur askush nuk na sheh. Është fuqia për të thënë, jeta ime është imja dhe unë e zgjedh atë siç dua. Nëse je duke dëgjuar këtë dhe ndihesh i lodhur nga gara e vazhdueshme për vëmendje, provo një eksperiment të vogël. Sot mos postoni asgjë. Shkëputuni për një orë, një ditë, një javë. Vëzhgoni si ndryshon ndjenja juaj. Do të zbuloni se liria e vërtet nuk është në numrin e ndjekësve, por në paqen e brendshme. Faleminderit që ndave këtë kohë me mua. Nëse kjo video të preku, lajme pëlqeje faqen tonë, por më e rëndësishmja, reflekto mbi heshtjen tënde. Ndaj mendimet në komente, por mbaj mend, nuk ke pse. Abonohu nëse do më shumë përmbajtje si kjo dhe takohemi në videon tjetër. Qëndro autentik, qëndro i heshtur kur duhet. Mirupafshim.